Bazuar në informacionet e pranuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, procesi I votimit deri në këtë kohë po zhvillohet në mënyrë të qetë dhe pa pengesa. Deri me tani nuk janë evidentuar parregullsi që do të ndikonin në integritetin apo rrjedhjen e përgjithshme të zgjedhjeve. KQVZ mbetet në komunikim të vazhdueshëm me trupat zgjedhor nëpër komuna dhe institucione të ndryshme, me qëllim që të garantohet zbatimi I plotë I ligjit dhe rregullave zgjedhore në çdo hap të procesit. Në të gjitha ato rastet ku ka paqartësi ose problematika të ndryshme, KQZ është duke I trajtuar në kohë më shpejtësi dhe duke I dhënë zgjidhje. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 94% të vendvotimeve, numri I qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 510.525 votues, apo 25.21%. Nga 2.025.105 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjen lokale të vitit 2021 kishin votuar 499.828 votues, apo 26.95% e votuesve, nga 1.875.428 votues. Të dhënat e detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi I gjeni në platformën e KQZ-s, të cilës mund t'i referoheni. Nëse ka ndonjë pyetje nga kush? Nëse nuk ka, atëherë konferenca e 4 do të mbahet në orën 19:30. Para kësaj konference në platformën e KQZ-s do të përditësohen të dhënat nga pjesëmarrja e qytetarëve deri në votim deri në atë kohë. Faleminderit shumë.